Në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Tuzë, me fillim në ora 12 u zhvillua një aktivitet I veçantë me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Një ditë që kremton arritjet, punën dhe kontributin e jashtëzakonshëm të grave në çdo fushë të jetës. Ky aktivitet u organizua nga Komuna e Tuzit në bashkëpunim me Forumin e Gruas Shqiptare të Rajonit 2025 dhe Organizatën Turistike të Tuzit dhe përfshiu panairin e afarizmit të titulluar Kuzhina Shqiptare. Pjesëmarrësit u kënaqën me gatime të shijshme të përgatitura nga kuzhinierë të njohur nga vendi dhe rajoni si Mariana Koçeku Neomalsore, Noja Sinishtaj, Shaqe Dushaj dhe Han Dukaj, të cilët solën shije autentike të kulinarisë shqiptare. Mbi të gjitha, pjesëmarrësja speciale Luciana Giuseppina Martino solli ushqime të veçanta arbëreshe duke shijuar një aromë të paharrueshme që e bëri këtë festë edhe më të veçantë. Të pranishmit ishin gjithashtu gra të shumta nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Presheva dhe Bujanovci, të cilat bashkëfestuan këtë ditë simbolike në komunën tonë. Dita ishte mbushur me shije të mrekullueshme, kulturë të pasur dhe tinguj magjik të muzikës, performancat muzikore të këngëtares Eliza Markiq dhe shoqërisë kulturore artistike Ramadan Sharkiq krijuan një atmosferë festive dhe të ngrohtë, duke e bashkuar traditën dhe artin e kulinarisë për të ndëruar gratë dhe rolin e tyre të rëndësishëm në shoqëri. Ky aktivitet ishte një festë e paharrueshme e cila theksoi vlerën dhe forcën e grave, duke bërë një moment reflektimi dhe ndërimi për të gjithë ata që kontribuojnë për një shoqëri më të barabartë. Zonja të nderuara, të nderuar pjesëmarrës, të gjithë të pranishëm. Mirë se vini në këtë ngjarje të veçantë këtu në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Tuzë, ku me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, në këtë ditë ku nderohen arritjet dhe kontributet e grave në të gjitha fushat e jetës, si dhe promovohet barazia gjinore dhe të drejtat e grave, Komuna e Tuzit, në bashkëpunim me Forumin e Gruas Shqipfolse të Rajonit 2025 dhe Organizatës Turistike të Tuzit, ka organizuar panairin e afarizmit të titulluar Kuzhina Shqiptare. Për përgatitjen e ushqimeve tradicionale shqiptare, duke pasqyruar jo vetëm shijen e pasur të natyrës, por edhe mikpritjen dhe vlerat kulturore të shqiptarëve, do kujdesen kuzhinierët tanë të shkëlqyer. Mariana Koçeku Neomalsore, Noja Sinishtaj, Shaqe Dushaj dhe Han Dukaj. Ndërsa, fal pjesëmarrjes së Lucia Giuseppina Martino, do shijoni gjithashtu edhe ushqimet e veçanta arbëreshe që do na sjellin shumë shije autentike dhe të paharrueshme, natyrisht duke e falenderuar zonjën Giuseppina. I falenderojmë të gjithë ata për përkushtimin dhe kreativitetin që do na sjellin në këtë aktivitet të veçantë. Andaj ju lutem një duar trokitje për kuzhinierët tanë të mrekullueshëm. Ndërsa tani ju ftoj që të afroheni dhe të shihni nga afër procesin e përgatitjes së djathit të zirë, I cili është një ndër atraksionet kryesore të këtij panairi. Një shije që flet për traditën e pasur e që do ju ngjall shumë shije dhe kujtime të veçanta, si dhe të shijoni specialitetet e shumta të shijshme që me shumë pasion I kanë përgatitur kuzhinierët tanë. Andaj urdhëroni që të gjithë. Ndërsa argëtimi të nderuar të pranishëm do jeti I paharrueshëm, duke qenë se do kemi edhe muzikë live që do na shoqërojë gjatë gjithë eventit. Këngëtarja e talentuar Eliza Markiq do të performoj për ne dhe natyrisht me kënaqësi e ftoj në skenë për të na dhuruar një atmosferë fantastike. Argëtim të këndshëm. Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë që jeni sot këtu në mesin tonë, që së bashku këtu në Tuzë të festojmë ditën e 8 marsit, ditën e gruas. Kështu që nëse mundet një dorë trokitje shumë e madhe për gjithë këto gra që janë të suksesshme në shumë fusha, mendoj se meritojnë edhe më shumë dorë trokitje. Por okej, bravo, faleminderit. Faleminderit dhe urime edhe një herë. Edhe unë jam kam besmën ban, po më mundon një dashuri tash për
Çdo got po të shoh për qafu e me të, si s'patë kom shirë, me m'la në kokë më të mirë, kur qita ty t'i dash, prej ka kjo pavesi, se t'urën haram i ke vash. Tarararam, tararam, tararam, tarararam, tararam, tararam, tarararam, tararam, kam bës më mbaj, sa fort kam pi, truse po vdes, pa dashuni, tash për çdo natë piraki e me vet, ti kam tremor, po më ushon, ti mundesh me më shpëtu, të lutem më likmo, se jetën ma e moj, ky shara, shara, çdo got
ty. Faleminderit shumë.
Elisa gjerbroni prej lakmis. Sa rohet kjo ngrohtësi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si të këngëtar, punim vargje por arborinë. Sa rohet kjo ngrohtësi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si të këngëtar, punim vargje por arborinë. Në në Prishtinë. Të kujtove natë e parë, kur vinte në Prishtinë, mirës që si të këntar, shpërisnin për dashuri, se më të doja të gërmi sytë në qjerë në bëjnë roja. Elisa gjerbroni prej lakmisa. Sa rohet kjo ngrohtësi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si të këngëtar, punim vargje por arborinë. Sa rohet kjo ngrohtësi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si të këngëtar, punim vargje por arborinë. Në moje bukura, more, si të lash e mës të pash. Moje bukura, more, si të lash e mës të pash. Si të lash, si të lash, si të lash e mës të pash. Si të lash, si të lash, si të lash e mës të pash. Elu, 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 le matë matën. Se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, o gotë se plasa. E na lupak, e na lupak, e na lupak që shte vërteta. Se zemra ime, se zemra ime, se zemra ime jeti vetëm. Elu, 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 le matë matën. Se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, o gotë se plasa. E na lupak, e na lupak, e na lupak që shte vërteta.
zemra ime, se zemra ime, se zemra ime jetive Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Pra lumi që ndërojnë të ty, zemër kemi një ma. Ti muj se shkanja ime, shikimi yt më djek si zjarr. Pra lumi që ndërojnë të ty, zemër kemi një ma. Kuptoje një zemër që dashuron në shuro, kuptoje një dashuri sinqer që të duron, të duron. Kuptoje një zemër djali që dashuron në shuro, kuptoje një dashuri sinqer që të duron, të duron. Gjevahir kure të shpjeru, ti më fale gjallëri, se që më do që i mali, për atë syt e do të si. Gjevahir kure të shpjeru, ti më fale gjallëri, kuptoje një se që dashuron në shuro, kuptoje një dashuri sinqer që të duron, të duron. Kuptoje një zemër djali që dashuron në shuro, kuptoje një dashuri sinqer që të duron. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do shkojmë një pauzë të shkurtër dhe do rikthehemi prapë shpejti. Shumë faleminderit. Të dashur të pranishëm, në këtë aktivitet nuk mund të mungojnë as shoqëritë kulturo-artistike. Shoqëria kulturo-artistike Ramadan Sharkiq do të performojë për ju sot Vadhën e Bareshës. Dhe me kënaqësi ftojmë në skenë për të na ofruar këtë shfaqje të veçantë dhe emocionuese. I presim me një duartrokitje të ngrohtë.
vele, mbas kumbane se loje gzime, si Shqiponja ime. Bashk me qingja e me dele, me bylbyla ner zabele, mbas kumbane se loje gzime, si Shqiponja ime.
Atëherë falenderojmë shumë shoqërinë kulturore artistike Ramadan Sharkiq për performancën e mrekullueshme që na dhuruan. Tani me kënaqësi ftoj përsëri këngëtaren Eliza Markiq për të na dhuruar muzikë dhe këngë të bukura, duke krijuar një atmosferë të paharrueshme dhe plot energji pozitive. Të pranishëm të nderuar, në veçanti ju zonja, faleminderit që ishit këtu me ne. Shpresojmë që ky panajir të jetë një moment i paharrueshëm për të gjithë ju. Në emër të organizatorit, uroj çdo femër të ndihet e vlerësuar dhe nderuar, jo vetëm sot, por çdo ditë. Gëzuar 8 Marsin dhe suksese në çdo hap të jetës suaj. Argëtim të këndshëm. Të pash Jorgjica, Jorgjica, zemrën ty ta dhash, sikur të pash Jorgjica, Jorgjica, zemrën ty ta dhash. Thonë po ta je i marrë, Jorgjica, Jorgjica, unë për ty do shuaj zjarë, Jorgjica, Jorgjica. Ty do shuaj zjarë, Jorgjica, Jorgjica, naj, 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 do ta bëj gotën përime, Jorgjica, Jorgjica, se kjo dozi zemrën time, Jorgjica, Jorgjica, do të bëj gotën përime, Jorgjica, Jorgjica, se kjo dozi zemrën time, Jorgjica, Jorgjica, naj, 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 se kjo do të shkoj, tash tjetri
dashnis dhe madhëngjimi të kërkova dhe një herë sa shumë vite kanë kaluar s'kam të drejtës t'i kujtoj po kjo zemër e lunduar asnjëherë nuk të harroj së harroj valët për qafoj kalon sikur mua ti dikur prej ditës që si nuk qeta kur sigur të ti fale vol jeta ime s'ka qetësi se në time të kam fal pse në dënove sot shqitëri Të kalaja e uqimi të takova të rënder prej dashnis e madhëngjimi të kërkova dhe një herë sa shumë vite kanë kaluar s'kam të drejtës t'i kujtoj po kjo zemër e lunduar asnjëherë nuk të harroj së harroj valët për qafoj kalon sikur mua ti dikur prej ditës që undam qetësi nuk qeta kur sikur të ti fale vol jeta ime s'ka qetësi se në time të kam fal pse në dënove sot shqitëri Rrugës si trishtuar dikush po ecë me I dashuruar dhe parave të dashurin që humbi duke kërkuar si e di fundi I kudhena se vajzën që e donte së donte jetën me praktisi sonte dhe lave të mëndrat që përkulli sa shpejt u shuar sirës fundi I kudhena do shtaria fshehur diku në pyje oriente sur atje me yje dhe personatje djalin që e Kushe ti kutet, a për qafot, apo do të kthete, e do pendoke djali në vetmi, ka I sën e kërkon. Na 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 si trishtuar dikush po ecë me një I dashuruar me pareve të dashurin që humbi duke kërkuar si e di
djalin që e kërkon. Kush e di ku të, a për qafat, apo do të kthe, e do pëndon e djalin vetëmi, vajzën e kërkon. Na 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 na. Ne shfrytzuam rastin për të intervistuar Mariana Koçeku, e njohur për kontributin e saj të çmuar në artin e kulinarisë dhe promovimin e traditës shqiptare, e cila gjithashtu është e njohur me emrin neomalsore. Gjatë intervistës ajo ndau me ne eksperjencat dhe pasionin që frymëzojnë në punën e saj. Faleminderit prej zemrës për ftesën e për mikpritin e për zemrën që tuzim jep gjithmonë. Nga ka lindur kjo ideja jote që ta promovosh turizmin në këtë lloj mënyre? Falej prej zemre, unë vet jam prej Malësie, prej Trevës Dukagjinit, edhe mënyra se si unë promovoj është thjesht mënyra se si unë jam rrit ushqimet edhe historinë me cilat jam rritur në trollin tem, prej prindve dhe prej gjyshave të mi. Që është thjesht një mënyrë natyrale që unë dëshmoj njët që kam pojë, që kam jetuar, unë edhe çdo malësor në trevat e Malësisë. Dhe cilat janë komentet e vizitorëve, turistave kur vinë në Dukagjinin tonë? Çfarë thonë ata? Si u duken ushqimet tradicionale shqiptare dhe gjithë bukuria që zotron Shqipëria, por edhe disët të tjera ku jetojnë shqiptarët? Kujt janë ata që vlerësojnë më shumëti, kjo për faktin se duken gjona që na jena rrit me ta ose nështë edhe kena vujt gjatë jetës, na ka bë me kënë më distancium ose më inferior. Po për tujt është diçka jashtëzakonshme prej faktit që jetojnë një jetë shumë shpejt, shumë sintetike, jo autentike. Ata janë ata që e kanë vlerësu më shumëti dhe realisht ata cilve po dalin dritë vlerat tona. Duhet ta pranojnë. Një vajzë e re ti përkushtohet këtij lloj turizmi, kësaj lloj pune. Vajzat e tjera janë base duke u marrë me gjërat e tjera. Dhe si shef ti këtë gjë? A ja vlen që vajzat e reja ti përkushtohen pikërisht kësaj sfere? Unë mendoj që nuk ka një recetë ose një detyrim, si të thush as moral as shoqëror, sepse tek e funit liria vullnetit, koha të cilën jetojmë që secili përqafon vlerat e veta dhe minimit e veta. Mendoj se është diçka shumë e bukur ti jesh në tokën tane, ti jesh të roja jote, siç e them shpesh, edhe ti japësh vlerë një asaje prej kapjenti, një asaje qajeti, tu i dhanë vlerë një asaje i ke dhanë edhe vetes, unë besoj se rrit edhe vetet njëjtën kohë, i edhe më i fort u kanë vetvetja. Brëm në natën gala ti u vlerësove, more një çmim, si u ndjeve për këtë çmim, për këtë vlerësim nga Komuna Tuzit? Është privilegj për mua, është çmimi i parë që unë marr në anën profesionale në fushën e turizmit, që ishte kam nisë me neomalsorën para 3 vjet, po kënaqësia më e madhe ishte që u jepte pikërisht prej Malësisë Tuzit, prej Malësisë. Unë identifikohem me krejt trevat e Malësisë, kjo anej kufinit, kjo jashtë kufinit. Që për mua ishte shumë dashni, malësorët e kësaj treve i du fort, edhe jam e mësinu jashtë masë, që i falenderoj të tanë. Cili do ishte mesazhi apo porosia drejtuar bashkëmoshatarëve tuaja nga Malësia? Çfarë do ju thoje? Çfarë do bëhet në përcjellje në këtë ditë të veçantë? Është motoja jeme që unë e përsëris shpesh e ardhmë jashtë të raja, edhe duhet me tentue më fort për me njohë rajën tonë, venin prej kavime vlerat tona, e para se me menue me ikja shtetit ose me përqafu kultura tona, besoj që ja vlen fort për me njohë ato që kena na, edhe me u mënue me investue me njëtë sa munena në ide në token tonë. Unë besoj se sa do këtë kaloj nuk merë askun vlerë ma shumë se të një e tokë që të ka dha njëtën. Gjithashtu do doja përmes televizionit Point të përcjellni vendin ku ne të vim, ku mund t'ju gjejmë ju, të mësojmë pak më shumë. Unë një presë në Dukagjin, liçenin e Komanit, pak pa dalë në Lumë Charles,
Biznesi quhet Neomalsor Agroturizm, është një bujtin familjare shumë modeste, udhtim kaluamen, sepse kushtet janë shumë bazike, por janë shumë autentike, si me kuzhinën edhe pamjet mresllanse që zoti nuk ja ka kurrë shqiptarisë. Atëherë ne të falenderojmë dhe urojmë të takohemi në Dudagjinin tonë. Faleminderit shumë e mirë Arshe.